çmimin. Po pra, i thash, me që i vure vetes tënde një çmim me shumë zero brenda, tani ka ngelur një account. Se kështu është. Se kështu është. Kur ti vë vetes tënde çmim, kështu është, ë? kur i vë vetes tënde çmim, i ke vënë vetes çmim. Atëherë edhe kjo ka ngelur. Të shite njerëzit në account. Bravo. Ti dhe një version tjetër. Fjalët e mia do t'i marrësh Dhe një version më të avancuar. Ka ngelur Një vetes version më të avancuar të shitjes. Tani ka ngelur të shkohet. Ka ngelur të shkohet në account. Për ulem për gropa që po i bë vetë, po t'i bën ajo. Po çmime. Po t'i bën ajo. Ti për ulur për zero që i ke vënë vetes tënde mbrapa. Po. Çfarë do shesi, ora ma thuj pak çfarë do shesi kjo vajt në account, veten. Ti zero në numra. Mbrapa për tu. Kjo është barbria juaj. Ka ngel vetëm account tani. Që do kapeni të to fjalë. Gjërat që ju vjen çmime në numra, shitën. Për sinonime. Dhe çmimi nuk është në vlera gjithmonë. Zero janë vlerë. Zero janë vlerë. Çfarë sakrifica? Sakrifica nuk matet me zero nga mbrapa. Nuk matet me zero nga mbrapa. Këtë vit turp që thua për veten tënde ato fjalë. Merkantandit dhe të fjalëve të asaj vajze. Vetëm ajo ka ngel. Ajo do manipulojë dhe do çmim me shumë zero nga mbrapa, Ajo përcaktot asnjë lloj zero. Kur i vë vetes tënde çmim me zero nga mbrapa, ngel vetëm account. Dhe është turp që ti ja lejon vetes. Ja lejon vetes si vesh vetes në çmim. Çmimin. Ankande the ti jo unë. Po ti ke vënë çmimin. Po më vjen keq. Çmimin. Jo, çmimin. Gjërat që shiten në çmime me zero dalin në account. Ke që në jenë account. Unë nuk e kam çmime me zero nga mbrapa. Ku shkojmë në account? Jo, s'kam zero nga mbrapa. Hajde. Unë nuk kam zero nga mbrapa, Juela. S'matë me numra unë. Po, ku i kam? Me numra mas peshën gjatësin. Ku i kam unë zerot? Ku i kam unë zerot? Apo te ankandi? Te ankandi ku do vejmë shitja, si pas ore, shëndrit. Shmimi. Qka shitët në ankant? Në ankant, qka shitët? Gjanat me vlerë. Po pse me në qatë narracion është e jotja? është e jotja. Tani do shkush një artiku ti, do ta shpjetosh, do ta Juela, ti e magjistrash të them fjalë tjetër. Të them do me interpretu. Vesh pak se do me interpretu ndryshe më do me bëjë. Peshe ka ajo fjalë. Nëse do me bëjë shumë hajde, hajde Juela. Fjalët e mia nuk mbaj njëri, nuk bëhet njëri zërim, siç pretendon ti të bëhet e disa Rogerti dhe Mirimi. Ti ke një debat me Senatën flet e disa për ty, më kupton se sa pa peshë. Ti ke një debat me Senatën flet Mirimi me Rogerti. A kupton sa e pa aftë të mbrosh veten tënde. Je bër hija e Rogertit. Do ta mbroj je një Rogerta. Do ta lej me debaton për veten tënde. Do ta lej me folgabim për veten tënde. Bëu zëri i vetë. O Rogerta, je xheloze ti. Se di ç'është Jam e keqardhje. Dje keqardhje për ty. Dje keqardhje që kam një vajzë përballë me që pretendon se është e fortë, edhe nuk mbrojt në veten e vet. Do thash brëndar, fillon respekti nga vetja. Në moment që respekton veten, mundesh me atë respektin të gjithëve. Më vjen keq për ty Juela. Dje keqardhje. Për figurën tate, dje keqardhje, po e poshtoron veten në limitet më të ulta dhe nuk po e kupton. A e kupton që po bie kaq poshtë, po i bën fresk Rogertit, po bësh i Rogerta. Unë se li kreveti, mu bëhet të paktës më ka tërheqë nga ulla, o Juela.